Përkundrazi 90 minuta që nuk krun një shqetësim, sepse një Europë ishte përqendruar çfarë do të ndodhte në Tiranë. Çka kanë thënë gazetarët e sportit dhe teknikë e sportit në pra unë si konsideroj fare atë. Për Shqipërinë tha njëri ishte turp që nxjerrin nga stadiumi ideal pse kishte po tash janë shumë të tepruara por tani mos të bëhemi me europianë. Problemi është që nuk do të kapem në detaje që nuk kanë peshë, nuk kanë vlerë, sepse 90 minuta vlerë simbolike apo për flamur aty e 90 minutave nuk patën probleme madhore, probleme që mund të ishte ndaluar loja, probleme që mund të kishte reagime me radhë, siç edhe pritej. Jo droni, jo kjo. Tash një me këtë normale mos e pa nevojshme. Por tash nuk duhet Oland, të lutem, mund të 90 minuta nuk duhet kapem në një detaj të kësaj natyre. Atëherë, unë jam totalisht kundër dhunës, kjo nuk ka diskutim fare. Kundër edhe këtyre sharjeve apo ku di unë, por stadiume janë gjëra që ndodhin. Dhe Lundra dhe Uvili dhe gjithë ne me radhë kemi parë stadiumet e Evropës që kaq që shpak ka huligan që të shqyejnë, të ngrejnë ajër. Ik shikoj Roma Lazio dhe shikoj çfarë ndodh. Ose ik shikoj West Hamin. Apo ik shikoj për raste të tjera. Tani, nuk absolutisht jam kundër dhunës. Por në këtë rastin e ndeshjes tonë, ishin disa gjëra ishin super të tepruara. Ishin të panevojshme. Nuk na prishën punë. Pse na prishën punë? Po lutem tani, pse çfarë problemi ke ti mo zotri të shuash simbolet to? Pse i shuan simbolet tona më valla? Ky është një detaj jam shumë dakord. Tani pse i shu flamurin e të heq me urrëtie flamurin shqiptar. Jam shumë dakord, po s'duhet për çfarë sepse e kanë marrë urdhrin nga të tjerë persona dhe kjo gjë është shfaqur dhe te tifozët jashtëm që i ka shklyer tifozët. U tha çfarë që janë hedh, s'ka pas sende të forta fare në fush. Kanë qenë gota plastike, gota që kanë marrë njerëzit birra dhe Coca-Cola. Nuk ka pas sende të forta sepse ju kanë bërë skaner, i kanë bërë në 5 radhë skaner o burrë, s'ka pas shans të kishe një monedhë, një çakmak. Jo më të kishe sende të forta. Nuk ka pas. Okej, kjo është jam dakord, pra sytë e UEFA-s kanë qenë ne, sytë e botës kanë qenë ne te kjo ndeshje, për shkak të kaluarës, për shkak të intensitetit. Por disa gjëra kanë qenë tepruara, këtë po them unë. Ishin të panevojshme, pse federata jonë duhet bëj këtë, hiq flamurin, hiq bluzën. Qa bluzën nuk na prishën punë. Qa bluzën? Jo, ka prishën raport me njerëzit. Atëre, të dimi një gjë që qeveria jonë nuk është populli shqiptar. Ose federata jonë nuk është populli shqiptar, qëndrimet tyre personale, jo qëndrimet njerëzve. Qëndrimet popullatës. Popullata nuk e do vlla një gjë të tillë. Ti s'keni po thuaj që FSHF të pyesi popullin se çfarë do të bëj? Pyes popullin. Jo, prit. Specialist? Jo, një sekond. Specialist janë ata, po s'është institucion privat ai. Që të bëj ai zotnia çfarë do vet ai. Atje të bëj çdo lloj urdh, pra më nxirr ligjin pra. Ku e ke ti të bazuar atë që heq flamurin? Pse ku e ke të bazuar? Nxirre. Nxirr me ku e ke ligjin apo? Për heqjen e simbolit. Ku e ke ligjin apo? Jo, ke shumë të drejtë. Dhe ti ka një element akoma më të rëndësishëm. Te ajo që nxori FSHF-ja, te ato udhëzimet, nuk ishte fare kjo dhe ky është bravo për. Ku e ke thot ty faktikisht aty do ta ndante. Leo, po, nuk lejojnë banerat fyre raciste kjo. Po sigurt vishte gjithë stadiumi bluzë. Po çfarë do të thotë? Do të nxjerrë të gjithë jashtë ai. Do të shikoj. Okej, ti do të thuash më fal. E ka përgjigje, për qendrojmë vetëm tek kjo. Okej, kemi 90 minuta, kemi. Në parim nuk është se nuk ke drejt, në parim ke drejt. Atëherë disa element, por këto janë të qëndësishme këto element. Dhe ne nuk duhet të bëjmë gabime. Në të tilla gjëra sepse provokojmë, aty janë vrarë njerëz atje zotri, kanë bërë masakra, e kupton? Ajo është një gjë shumë me zemër o burr. Do thuash po këto nuk. Po federata e ka dorë për ta. Okej, do komentojmë tani disa. Pse vendosi atë këngën e bukur, edhe atë këngën shumë. Ju lutem regjia fotografitë që kemi. Pse e vendosi? Po mos do i bindet ishte provokim dhe ajo. Jo pra. Okej, ti mund të thuash që këto janë fakte që janë elementë që janë dytësor. Po dakor. Në tërsinë prag dhe si me fantazoni që prisim ne, ajo këto janë gjëra. Po dakor. Në parimin e mirë po e diskutojmë. Kemi disa fotografi tani nga ty. Po, ju lutem regjia. Ky ishte formacioni, nuk e di nëse na ndjek e shikon. Nuk ka rëndësi, po e di përmendesh. Po. Lundra, për ty ishte formacioni i duhur, kishte për ty si një gazetar tashmë me një përvojë gati 4 dekada, a bëri ndonjë gabim ose bëri ndonjë lëvizje të gabuar trajneri Silvinho? Për mendimin tim ishte formacioni më i mirë base në vend të ajetit duhet të kumbulla, por që në gjithë pjesën tjetër formacioni ishte shumë i saktë. Të them edhe diçka, kjo është një përvojë personale me trajnerin e kombëtarëve shqiptarë Briget, i cili pas timori i sulmes dhe
diskutimesh ku specialist, opinionist, gazetar i thoni pse fut këtë, pse s'fut këtë. Pse merr këtë kontare, po merr tjetër, dhe më kërkoi të bënim një intervistë. Tha të lutem me vetëm një pyetje, kush e vendos formacionin? Normale, i bëra pyetje dhe disi u përgjigj. Do i bëj një kërkesë FIFA sta që futbolli ta luajë me 22 veta. 11 i caktoi UEFA, 11 i caktojnë opinionist, gazetar, specialist. Shumë bukur. Brigën, 11 lojtarët i ka caktuar trajneri në këndvështrimin tim pasaj. Duke dhënë një opinion të përgjithshëm, unë them që ky ishte formacioni më i mirë që mund të luante. Kam dëgjuar brëm o zoti i madh, se prandaj më kap nga njëherë ajo euforia ose më tepër mëria nga brenda. Kam dëgjuar plot shkolla që nuk e di se ku duan të shkojnë, me specialist, të cilët këmbuli pse futi këtë, s'futi këtë. Ky duhet luante, ky duhet luante, ky duhet bëte këtë ndrimë të gjitha gjërat e tjera. Gjë të fundit, të cilët kanë në dorë trajneri dhe pikë mbaroi. Qofse rezultatet nuk janë ato që priten, atëherë ka një organ i cili është Federata Shqiptare e Futbollit, e cila vendos të vazhdojmë. A ka një çështje Ernest Muçin kombëtare? Ja. Pse nuk ka çështje Muçin? Tjera themu pse nuk ka çështje Muçin kombëtare. E para Muçi del nga një dëmtim shumë i gjatë. Për rreth 2 muaj ka qenë jashtë fushave të futbollit. Do kujtoj vetëm një thënie të drejtorit teknik të skuadrës Beşiktaşit, ku luan Muçi, i cili thonte është i djalë i ndrojtur, i cili dhe kjo ndrojtje që ka është shumë emotiv brenda vetes, po e pengon të shfaqë më të mirët e tij. Është shumë i ri, akoma 22-23 vjeç, është tipi dhe karakteri i tij i cili është pak i mbyllur dhe duhet dhe ka nevojë të shpërthejë. Mua s'më duket edhe aq i mbyllur. Po, ja të jap një kundërargumentin Lutrës. Ja ka të gjithë. Skerdi, të gjithë argumentet që kam thënë unë i kaluar në kundër argumenta. Po jo më parime kam, nuk është se kam domethënë ti e di shumë mirë që përposhtë respektit edhe të gjitha gjërave të tjera është parimore është, nuk është se është. Trajneri ka dhe fiksime në mendjen e tij. Aty është fiksuar që e merr. Po mirë, më dakord. Edhe Sarri ka fiksim Hysa, një shqyr zoti që Sarri shkoi prapë te Lazio dhe Hysa do jetë po prapë në formacion. Edhe ne na bëhet çelë për këtë. Atëherë, po bindjen time. Trajneri është dhe ka dhe fiksime. Dhe kjo ndodh me gjithë trajnerët e botës. Patjetër. Është çështje menaxhimi. Ai më tepër Muçin e merr nga presioni që i bën media, po unë po e marrë, nuk janë më presioni. Si kanë qenë dikur. Po jo në presioni më burse ka kualitet, është lojtar që vlen 15 milionë euro. Po nuk e prodhon as ndesh emisore. Po është. Atëre them për dëmtimin. Të lutem, them për dëmtimin. Po mbas, okay, ndeshjen me Anglinë nuk e aktivizoi. Po ndeshjen me Andorrën, nuk kishte nevojë ose nuk kishte mundësi për Muçin 15-20 minuta në atë ndeshje, ishte si ndeshje miqësore. Atëherë nuk ishte i dëmtuar, që po thua ti madje ishte për gol me Beşiktaşin. O Skerdi, atë që the mund ti thua duhet kundërshtoj. Unë këtë po them pra. Jo më po t'jap kundër argument më valla. Që të them që dhe ai duhet edhe ai ne nuk po bëjmë trajnerin o burr tu. Ne s'po bëjmë trajnerin. Ne po bëjmë po japim mendim konstruktiv. Po prit pra se unë them që në ndeshjet të caktuara, Muçi mund të luhet për t'i dalë ajo ndrojtje frikë që ka. Mas edhe i pjestroje, po se ka një shumë nuk ka luajtur. Ti thua të t'japi kundër argumente. Po mirë më një sekond. Atëherë nuk është edhe kjo nuk është absolute o burr ajo shpreha që ti ose ajo çka të cilës ti i referohesh për drejtorin teknik të Beşiktaşit. Sepse ai është një lojtar që ka një vlerë të caktuar, ka disa kërkesa të caktuara, është një lojtar, një element për mendimin tim. Një element mjaft i mirë dhe mjaft i vlefshëm si për ekipin atje ku luan, sepse nuk e blevën kot 10 milionë euro, që është një vlerë, më thua një lojtar shqiptar që është vlerë përveç kumbullës, edhe për ekipin kombëtar. Mendoj që duhet ketë, unë s'po bëj trajnerin, se s'mund ta bëj dot vetë dua, se vetëm t'jem pastaj absurd në mendim edhe në trup. Por problemi është që ky lojtar për mendimin tim vlen dhe është një lojtar që ka një kuotë caktuar transferimi, luan në një klub shumë të mirë, ka bërë gjëra shumë mira te klubi vet ku ka luajtur përpos këtij dëmtimit që ju referoheni një muaj gjys 2 muaj. Dhe është një lojtar që mund mendoj që është i vlefshëm për ekipin kombëtar dhe këtë e thon dhe specialistë në midfield futbollit. Nuk e themi vetëm ne gazetar. Mendoj që duhet ta ketë shansin që të shfaqet. Uvil, për ty mendimi yt?
I pranoj të dy alternativat. Pra edhe tani i pranoj të dy formacioni, unë gjykoj që pas 90 minutave unë gjykoj që më mirë se ky formacion. Jo, absolutisht jo. Për faktin sepse morëm dhe një rezultat shumë të pranueshëm. Pra, mund të kishte alternativa nëse do të kishim çdo funksiononte kjo. Unë nuk gjej një moment që skuadra mos ketë. Po pra, pyetja ime është, a kishte një repart që nuk? Jo, unë gjykoj në mënyrë perfekte ka funksionuar të gjithë repartet. Kështu që edhe kjo mund të qëndrojnë, por unë kam parimin që i besoj trajnerit. Mos harrojmë 10 minuta mund që nuk ishte. E di sa e lehtë është që të themi 10 minuta këtu, 10 minuta këtu. Më mirë. Ka një problem me po nuk i referojmë pra pas skenave, i referojmë zyrtarëve. Janë situatat kohët e vitet e fundit kanë ndryshuar raportet trajner kombëtare sepse nuk ka më grumbullime që ti ta kesh dispozicion 3 javë, 1 muaj siç kanë qenë dikur. Në 2 javë është një moment që askush dhe dy ndeshje trajnerët vinë nga periudha kampionati, vinë nga interesat të tjera pra në për klubet ku luajnë, nuk është më ajo siç ka qenë dikur. Kështu që këto e kondicionojnë një farë mënyre trajnerët, marrjen e lojtarëve, gjendjen e lojtarëve, shumë arsye. Aq më tepër me ekipin ton ku nëse Serbia kishte 7 lojtarë që dihen, Ecuria janë protagonistë, ne kemi probleme me këto, dikush luan, dikush nuk luan, Hasani në Korenë e largët për treguar pra. Dhe aq më shumë se e njeh trajneri në 10 ditë gjendjen e lojtarëve, askush nga ne nuk mundet ta thash po kush ishte ai trajner, ma merr dhe trajneri italian se sa të vështirë do kishte për gjetur formacionin për tujt kundër Serbisë, flas në raport dhe bëj një krahasim. Po dish ç'bëhet me Italinë? Italia ja hoqën trajnerin më. Ja hoqën, nuk gjejnë dot lojtar, pse more këte. Llogarit me ne që jemi të kushtëzuar nga 1100 arsye dhe nxori një formacion jashtëzakonisht mirë. Ai Julian Sheu, si u duk? Më pëlqeu një farë mënyre. Pra, gjetje janë ishte më mirë se sa Ramadani? Pra, pas mund bëj dot krahasime. Bëj dot krahasime sepse është e vështirë. Unë i referohem paraqitjes lojës Si ishte? Lojtari më mirë fush për kombëtarin tonë. Lojtari më mirë fush? E thot ta, pra, ky është me notat sipas notave statistikës ka qenë lojtari i tretë më i mirë. I pari Hysaj, Çikari lindur, që është vërtet, i dyti Strakosha dhe i treti për qenë sinqert, është shumë lojtar i mirë, është vërtet lojtar i jashtëzakonshëm. Kisha dyshim pakestra ke ky mbrojtësi Hysaj, sepse nuk ka qenë lojtar titullar. Si ka mundsi çiçë që ndeshje? Hajde je, pra dhe ka qenë ndeshja më e mirë e karrierës së Hysaj për mendimin tim. Sepse ta përsëris një herë unë ti tani kush do qoftë. Ti ishe ti trajner, do të kishe dyshime për të aktivizuar se ato kanë lojtar të shpejt, fizikisht mirë dhe që ky ishte një ndër lojtarët, pra sa mund të kesh eksperiencën, po në raport me kundërshtarin Hysaj tregoi që është lojtar me shumë eksperiencë se gabojnë jo Silvinho, po gabojnë trajnerët niveleve shumë larta në përzgjedhje sepse kushtëzohen, kondicionohen dhe nga këto. Ka një pretendim që Daku duhet ishte më herët. Unë po, kësaj alternative i besoj më duke po të kishim një trajner futbolli të mirëfillt, ai do ta shpjegonte edhe më saktë, por për mendimin tim Daku do ishte më i vlefshëm sipas meje për shkak të gjatësisë që kanë mbrojtësat e Serbisë. Në vend të kujt thotë? Në vend të Manajt pra. Manaj luan me shpinë. Dhe të gjithë e dim që luan me shpinë, apo jo? Po ka gjendje të mirë, formë mirë. Ka qenë tre, nuk po them është lojtar i keq, super lojtar Manaj. Është lojtar shumë i fortë, shumë i mirë. Po Daku i dha frymëmarrje tjetër ekipit, apo themi dakord. Sepse futet mirë më dakord, po ishte nga fillimi. Sepse Daku ka shtat lartësi. Daku ta themi është provuar Daku në fillimi dhe se ka çdo ndeshje, shiko, profesor Nergega, unë e kam edhe mik, edhe më pëlqen disa gjëra që disa formula që ka. Dhe një ndër kur pinim në një kafe më thonte një ndër gjërat është që çdo ndeshje është fragment i vet, është e veçantë pra. Në çdo ndeshje një lojtar jep ka diçka, është unike një ndeshje. Nuk është se Landi është gazetar vetëm politik. Ja, e bën shumë bukur edhe sportive. E kemi bërë edhe botrorin e 2018, perfekt e kemi bërë. Për mua, për të tjerë nuk e di. Por këtë desha të them që çdo gjë është unike në vetvete. Dhe ai mund të dalë një Hysaj ne kemi sharm, nuk kemi lënë gjë pa i thënë. Si lojtar formacioni. Si lojtar formacioni ka 9 muaj që luante se ç'ndodhi me Hysaj? Hysaj është lojtar i zgjuar një
dhe eksperienca e ka bërë që të jetë në këto nivele. Po eksperienca e ka bërë që të jetë në këto nivele. E hoqën Lazio, çuan në ekip dytë, e hoqën fare. Në ekip dytë nuk ishte fare, nuk ekzistonte te Lazio hyse. Dhe pastaj në një moment e thirrën në një ndeshje kupe para 3 muajve, 3 muaj aq ka. Ndeshje kupe s'po më kujtohet fiks, bëri një performancë shumë të mirë, ai tha që Hysaj bravo i qoftë për unë e kam lënë jashtë për ta larguar. Kjo ishte në mënyrë të fortë apo jo Zajmi? Tash me Sarin do jetë prapë. Me Sarin këtu do jemi bast publik. Me Sarin duhet formacion prapë, sepse Hysaj është në thonjza biri i Sarit. Ka qenë te Empoli e kanë nxjerr Sari, e ka promovuar, e mori te Napoli, e mori Sari, te Lazio e mori Sari edhe kështu me radhë. Jam shumë dakord. E kemi Lundrën dhe te Lazio prapë, po. Në li. Po Orlandi, po këtu jam. Edhe mos lëviz kur jemi në bisedë ore se po jo, unë ligjoj, vetëm lëviza që mos ligjoj rënje derës. Se po binde dera. Tani, këtë je dakord me këto të formacionit që tha Skerdi? Patjetër që jam plotësisht dakord. Unë thash edhe më përpara, Julian Sheu dhe Hysaj lojtarët më të mirë në fushë dhe ajo që më bëri përshtypje ashtu sikur se thanë para polcit, ishte performanca e shkëlqyer që ka nxjerrë Hysaj. Po për ty ka një shpjegim se Skerdi tha është përvoja tha. Patjetër që është përvoja, nuk është më ai lojtari i cili është një është nivel lojtar, është nivel i lartë, nuk është një lojtar mediokër. Tani Lundra kam diçka të tillë. Më thuaj për këtë Julian Sheun. Çfarë është? Çfarë përfaqëson? Julian Sheu. Julian Sheu ka qenë 16 vjeç tek Tirana, 17 vjeç. Presidenti i Tiranës Ertika Lilje për zuri tha nuk bën si futbollist. Wow, çfarë thua? Po, e vërtetë. Po ja ta them unë, nuk më pëlqente Josa, trajneri Skënderbeut në atë kohë, këmbguli për ta marrë tek skuadra e Skënderbeut, por e mori Laçi. Korça ishte ekip shumë i mirë dhe donte lojtar të gatshëm. Mireli këmbguli dhe nuk e mori dot. Pastaj shkoi tek Laçi dhe shpërtheu në Poloni, por që në Shqipëri ai dhe në Poloni tani ka shpërthyer sepse më fal Lundra para dy ekipet që ka qenë. Jo, padyshim që po është me ke luan në Poloni, është lojtari i shkëlqyer. Me ke luan në Poloni? Luante, më kujtohet pak se nuk më. Me Zedin duhet. Me Locin. Po dhe si besoi Lundra, si besoi Silvinho, ndeshje para me Serbin, shkat rus. Tani ndeshje dytë pas Andorrës. Luajti edhe me Andorrën. Pas Andorrës, luajti me Andorrën. Okej, ndeshje dytë po me thënë drejtën ti me Serbin. Po sepse buri një informacion pavarësisht nuk duke sulmues, formacioni ishte deri diku edhe shumë mbrojtës. Pra, luante me Aslani, i cili është shkatrues, luan digë përpara mbrojtjes që e la Julian Sheut, e nxori pak më përpara Aslanin me Jel, dhe nxori pak më përpara Qezin Laçit. Pra ishte informacion i cili që mbyllet dhe gjitha shtigjet të skuadrës serbe. Prandaj luajti mirë dhe Hysaj, sepse nga mesi fushës e brava, kombëtarja veproi në plot. Ndërkohë që kishte mangësi për sa i përket sulmit. Mbase unë jam dakord deri diku me atë që thuhet, sepse në ato 20 minuta që luajti justifikoi veten, mund dhe duhet ishte hyrë më shpejt Daku. Duhet kishte hyrë më shpejt. Po sepse Manaj e bllokuar nuk kishte asnjë mundësi. Një pyetje kam dhe pasaj për tre. Forma e Brojës dhe sidomos në fund kur e nxori trajneri, ai shprehu pak kënaqësi. Në fakt, ai po fikej dal nga dalë dhe unë nuk e di si mund t'i thoshte trajneri pse më nxore. Jo, mua gjetet më ndroshi ta Broja. Po pse kështu i tha? Kështu i tha fjalë për fjalë? Broja është futbollist, Landi. Broja është futbollist i shkëlqyer. Rall ka pas ekipi kombëtar, një futbollist me cilësi dhe me dhëna si Broja. Broja ka një fatkeqësi që është vetëm 22 vjeç dhe është dëmtuar në periudha shumë të gjata kohore. Pra tek Chelsea pothuajse nuk ka luajtur fare. U ble nga Evertoni pothuajse nuk ka luajtur fare. Pati një sezon të shkëlqyer mos gaboj. Me Southamptonin dhe me Viteshën para Southamptonit. Po, dhe mirë më pas, por mos harroni vetëm një fakt tjetër. Kush e ka parë dhe kush e mban mend dyshe Broja Muçi me ekipin U21 të Shqipërisë, do ngelet i mrekulluar nga mënyra se si të dy bashkë merreshin vesh
me sy mbyllur dini ku është njëri tjetri, me sy mbyllur gjeni njëri tjetrin dhe formoni një dyshe fantastike. Në base, trajneri Silvinjës duhet i jepet një kaset ku ta shikoj një se si luajnë bashkë Broja dhe Muçi. Sepse janë të dy lojtarë të Nisëishit, të cilët kanë dhënë performancë të shkëlqyer me ekipin e Nisëishit. Për Brojën desha diçka për ty. Ajo sepse doja ta prekja pak përpara, i vetmi problem madhor që mbetet, sigurisht çdo kombëtar ka problemet, është Broja. Problem madhor? Problem madhor në sensin pozitiv. Kur ky lojtar do jetë i dobishëm për skuadrën dhe mos kemi më këto lloj oscilacionesh, nuk luan atje, u transferu nga Evertoni merr, çfarë do bëhet me këtë lojtar? Duhet të kem stabilitet, duhet të mbyllet një herë mirë, sepse është një lojtar shumë i mirë, lojtar që mund të japi kontribut, lojtar, pra me gjitha të Pavlovicin. Pra te Milani ai ishte i mirë, duhet një herë mirë të mbyllet me këtë lojtar. S'po kupton dot ai. Sepse sa që vjen prak sfida me Brojën çfarë do bëhet, iku për atje, pra një lloj kërkoj në mënyrë absolute që ky njeri të mos ketë më probleme, të jetë stabil. Cila është ardhi ti në nuk e di, nuk mund ta them fare, nuk mund ta them sepse është në Premier League, luan me skuadra, pra është në grupin e skuadrave të mira, jo titullar, por që është lojtar me dhëna, me radhë herë për futbollin e konsideroj nga lojtarët më me vlerë që mund të ketë pasur në historinë e tij futbolli shqiptar. Por që nuk po jep. Alban Bushi tha ka një shprehje për Brojën. Atëherë kur kishte kombëtar. Ja një sekond, po, ja ta mbaroj të. Kur ne kemi një lojtar, tha, ishte Broja 17 vjeç. Ne kemi një lojtar Armando Brojën dhe më mbani mend tha, kur Broja të zbres në aeroportet e Europës, do thonë që ky, domethënë aty nga Broja do njohin Shqipërinë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Nga Broja do njohin Shqipërinë. Kjo është postulati i Alban Bushit. Dhe është e vërtetë që Broja është përveç atyre që u thamë për Brojën, përse përket ardhjes së Brojës është akoma e paqartë pasi Evertoni e riktheu, ishte borxh. Ndërkohë që Chelsea ka jashtë planeve të tij. Pra është komplet e paqartë ku do shkojë Broja. Përflitet një kalim tek Kuesemi në Mosgaboj, por që është akoma fjalë. Broja është për momentin Chelsea ka nxjerrë në shitje. Dhe ajo që do të thoja unë, këta e kam nga Rudi Vata, që thot për djalin e vet. Do doja thote që 1 vit, 2 vjet të vinte të bënte të lunte Serie A. Sepse është një shkollë që i shërben çdo lojtari të qenit në Serie A. Edhe për Brojën, unë do doja ta kishim në Europë. Ta kishim në Serie A. Lojtari Udinezës. Do ishte një lojtari se i referohem disa skuadrave që mund t'i përshtatet, që edhe mund t'i përshtatet. Edhe unë kam mendim të njëjtë si Uvili dhe të bante, prandaj doja të merrja fjalën. Unë shpresoj shumë që Broja të ndrojë kampionat. Sepse duhet të ndrojë kampionat në Gjermani, në Itali. Gjermania jam shumë dakord. Në Gjermani është shumë kampionate mirë për staturën e tij. Po të shohësh sulmusat aty, ke Full Krygun, ke disa lojtar kalibri, që lojtar po themi staturë, ka staturë është 1.91 gjatë, është ka shpërthime, është i fortë fizikisht. Por e vetmja gjë e tij është që duke qenë si edhe këtë besoj që do më mbështesin dhe kolegët, e vetmja gjë e tij është që nuk duke mos luajtur rregullisht, ai ka pasur probleme, normalisht i kanë lindur probleme fizike. Po luajte, atëherë një sekond, po nuk luajte, ti nuk kap dot ritmin dhe natyrisht dëmtohesh. Është formulë. Unë kam pyetur doktora për këtë, doktora sportiv. Nëse ti nuk luan, atëherë jo do sforcohesh, por trupi nuk ta mban dot ngarkesën që ata atje luhet në anglisht intensitet. Ishte Manaj dhe unë këtë e kam në burim të sigurt, kur shkoi te Watford i tha nuk e ka thënë madje një shoku tim, po s'po e them emrin, nuk u mbyta në stërvitje ata po. Nuk ishte nuk ambientohesha dot tha më, por nuk më shkatroan stërvitje dhe ikun. Nuk do të them që Manaj është i dobët fizikisht, nuk do ta them këtë. Po dua të them që në momentin që ai do ketë stabilitet, do luaj, Broja është super lojtar. Dhe Broja është për mendimin tim është lojtari më i mirë që ne kemi pasur në Gjermani. Dhe kampionati që ja mundësit lojtarëve shqiptarë është Serie A. Serie A ose i kemi afër, ambientojmë me një herë. Do ishte perfekte. Nëse ai do marr minuta, Broja është i jashtëzakonshëm për mua. Foto tjetër, ju lutem regjia.
Këto janë rezervë, ndërrimet si u bën, Uvil? Krejt normale. Shumë mirë. Pa, krejt normale edhe që nuk ishte lehtë zëvendësimet. Sepse çdo zëvendësim të prishet ekuilibri. Pa, mund të kishte edhe pasoja në skemën taktike, në rezultat, gjithçka do të ishin të debatueshme më pas, pse ky, pse se i bëri gjithë. Pra unë po them perfeksion, Ani një pyetje kam unë. Nuk mund t'i referoj. Strakosha interesant. Një pritje bëri shumë. Pra absolutisht po, sepse edhe atje ka momente luan, nuk luan, pra Strakosha. Ç'është më mirë, foto apo Thomas? Ja, foto. Mund të bëj krahasime. Edhe për nostalgjinë që kam pa. Për nostalgjinë se është Thomas i mirë. Shiko, edhe për nostalgjinë shtoj si, por unë nuk e bëj dot krahasimet sepse vogli është niveli i lartë. Problemi. Po niveli i lartë ka nën ca gola tani Amanda. Ka nën ca gola, ka bërë sa pritje spektakolare po lëre tani. Ka qenë te Lazio, ka qenë portieri më i mirë i ri i Serie A. Si përfundoi nga Lazio, përfundoi kampionatin Po i përte Brentfordi. Historia... Mërë dhe 1,8 milion euro në sezon. Gjithmonë problemet. Për të bërë që edhe pak për humor. Problemet e Padre Filio gjithmonë është problemi madh. Në çdo fushë, në art, në sport thohet kush është më i madh, djali apo i biri. Ky është një problem madhor. Edhe unë jam djalë piktor artist dhe babai apo i biri. Po tash unë kam jetuar. Shiko, jo, kam motor piktore. Pra, e them për humor. Në raport me këto dy unë e kam përjetuar nga afër foto Strakoshën, në 10 vjet ka qenë absolut në Shqipëri me kombëtaren, por në një gol bëri i Brushemi një gol nga 35 metra. E favorizon pak që luajti me Lacion. Kjo e favorizon pak, po rrit aty, pra në Serie A, por edhe ai ka luajtur, mos harrojmë, ka luajtur në Greqi, ka qenë protagonist. Gjykoj unë, ky është një mendim im dhe absolutisht respektoj edhe mendimin. S'ka ditë që, ora, mundet që të jetë ai ky djali. Un kam imazhin e fotos. Okej, foto tjetër që të ecim me kemi Taçi, dua një koment për atë godën preekuri atje. Foto sa 1000 fjalë. Fotoja është dushesa element ka. Gota atje kartonit, ai serbi që ka vënë dorën aty po kërkojnë gjak. Ata dy futbollistët tanë që thonë çoj dhe bolli thonë dhe arbitri aty që po shkon me vrap David Masa. Lundra, dua një koment për këtë foto. Holandi, shumë bukur e ka kapur të foto. Pse nuk nxjerrët të foto tjetër? Dhe kapi çfarë thot arbitri me gojë, edhe me shenja. Edhe një herë thotë dhe fusë gjithë brenda. Dhe do anullojnë ndeshjen. Po, e vërtetë është arbitri impresion. Po, e vërtetë është. Bëjnë sepse është edhe një fakt presioni se. E dyta. Unë jam mësuar dhe jam aq i lodhur me këto foto që nxjerren nga portalet. Këtu lej pritin me baro, por i the, mos me bërë një foto montazhe, ta bëj si të duash ti. Problemi është unë e pash live. Nuk ka mundësi gota plastike, nuk shkoni herë deri atje. S'ka mundësi dhe ujë deri te rrugës. Në momentin që të plaset gota në tokë, është një shisha, një gjytë kumë që t'i është ajo, në momentin që të plaset tokë, plas ujë. Ore po them edhe herë, lojtari serb ka simuluar në mënyrë më skandaloze, sepse s'kishte të gallohet. Merre me kamera, bëj me zoom, bëj me gjitha, nuk gallohet qoftë një monedë, qoftë diçka. Nuk ka po një patron kopë i flutur. Po s'ka mos e krefi policia i kriu apo apo në ushtojnë. I kriu policia. Një koment shpejt absolutisht jam krejtësisht dakord, s'kam asnjë lloj detaj më tepër. I egzagerojnë lojtarët, egzagerojnë. Kjo është foto sa 1000 fjalë. Domethënë të kërkosh gjelbërën në kasht, fiks. Okej, foto tjetër. Kjo është më bukur kjo tani. Lundra. Po ma thuj se s'u del foto tash në këto momente. Gjimshiti duke bërë atë trekje muskulare të Vlahović. Bravo, e kam parë Landi këtë foto, e kam parë dhe live dhe të gjithë njerëzit ka bërë përshtypje se si ka mundësi të klasë atyre që e shohin futbollin thjesht tifozlik që klasin gota aty në ato gjëra të tjera. Pyetje, më fal, Taçi pyetje. Taçi, një sekond, të lutem, pyetje. A do ta bëj Vlahović në Beograd Gjimshitin nëse ai do ketë trekje muskulare? Patjetër që do e bëj. Do e bëj? Do ta haj stadiumi pastaj. Do ta han tifozat. Po ti nuk e në stadiumi i Gjimshitit. Jemi ndryshe ne Taçi. Pse jemi ndryshe ne? Çka kemi ne? Nga serbët? Ja, jemi ndryshe.
Ja, kurse lojtarët në fushë, unë jam me Tani, lojtarët në fushë janë profesionistë, dhe mos harrojmë që vinë nga kampionate ku ndeshen janë aty, takojnë aty, kanë një lloj raport njësie, as pak armiqësinë thonjza, dhe ky është një gest veprim krejt normal që mund ta shikojmë në Serie A. Atalanta pyetja ime është do bëhet kjo në Beograd apo jo? Absolutisht do ta bëj. Vlahović e bën këtë në Beograd? Absolutisht do ta bëj. Në Serbi? Absolutisht. Sa besoj kurr. Absolutisht po. Atëherë e bën? Vlahović po, mund të jetë Milenković ose ndonjë lojtar negativ i atyre që nuk e bën. Po parimisht lojtarët e bëjnë sepse janë. Ore unë po të pyet Vlahović. E bën Vlahović? Patjetër e bën. E bën. Ore po të çudisim. Ore po të çudisim. Mos u çudit, pse çudit? Po mos u çudit pra se Vlahović është lojtar super profesionist apo? Pa çka se serb. Super profesionist. S'ka jo, ai po janë profesionistë ata, nuk janë Rama Berisha që si japin dorën njëri tjetrit. Ore, profesionistë ishin edhe ata në 2014 në Shiko, dhe në 2014 një pjesë të Milenković dhe një pjesë lojtarësh kanë qenë negativ, po të shikoje për shembull Kolarovin e Lazios. Kolarovin. Po pra po. Strëngoj ato tha, do një pamje e tij gjinë. Kemi edhe një foto tjetër mos gaboj? Pra nuk përfaqësojnë disa huliganë të popullit serb. Kjo është foto e Genç Kullakut. Kjo është perl. Taçi. Këtu jemi 2014, presidenti Vučić në pallatin e brigadave, sa u afrua atje për të folur, për të marrë atë fjalën në konferencën për shtyp me kryetarin e kuvendit në atë kohë zotin Meta. I del kjo dhe i deli sa boletini aty me vlonjatët që po i kanë dalë përpara për ta çuar, këtu është në Vlorë, pra pa më rritur në Vlorë, për ta çuar te godina e sarajeve të Vlorave, atje ku po shpallej pavarësia. Komendyt. Komendim. Po ke gazetar politiko, por do të pyet ato që pyet mua. Po ishte ky që i tha trajnerit serb që shkon në Shqipëri dhe fito. Shkoj trajneri serb ta shkon në Shqipëri dhe fito tash. Unë nuk kam shumë zot landet merrem me gjëra që duan një analizë shumë të thellë politike. Përderisa kemi shumë ekspert politikës këtu në Shqipëri, le të merrem me politikë. Mirë, se kjo ti je natyrë aq pozitive, edhe paqësor, po pyetja ime është, ore çfarë do ndodh atje në tetor? Asgjë mos do ndodhi. Se janë pa tifos sërbët, është dënuar pusha. Si s'ka tifos fare? Absolutisht, FIFA është organizuar, e sigurt është? Janë gjithë të angazhuar. Nuk përsëritën skena më. Jo, tifoza nuk ka? Pa, absolutisht jo. Nuk ka fare, zero? Para ato që si kene, që nuk ato ultra si të radhë. Jo, tifos do ketë, po do t'jenë edhe atje, do ketë një organizim... Më duket se pusha e Serbisë është dënuar, pa tifos. Me gjithë ngele për du parë. Atëherë, nëse është kështu, fitojmë në paset. Tjetër gjë kjo. Në qoftë se ndeshja në Serbi bëhet pa tifos, pra zero tifos, jo vetëm shqiptar. Zero tifos dhe fitojmë. Gjandi, kam parë një emision live në brëm, kur gazetari pyeste gazetarin. I thote, shiko atje se duket se ka incidente. Nuk e ndjekur i qetë lajmet tash, po kur të bëj incidente, shqiptarët me shqiptarët? Se sërbë s'kisha asnjë sa dju. Qa incidente do kishte? Tani do shkoj në Serbi, do luaj ndeshje në Serbi, kur do zgjedh? Sërbët me sërbët. Jo, mund të bie në qafë futbollistët tanë dhe të paktën një delegacion me 100 shqiptar do shkojë atje, gazetar, teknik. Si e parashikon ndeshjen? E vetëm gazetari sërb që u përqafuar me tifozë shqiptar. Jo, tifozë shqiptar, puthë gazetari sërb. Jo, i tregoj që shiko si jemi ne, ndryshe nga ju. Po kysin erdhi popi mua. Ore ne jemi popull paqësor. Nuk fenomeni huliganizëm në Shqipëri nuk ekziston. Pra nuk ka huligan në tifoz huligan, Shqipëria as ka patur dhe nuk besoj të kenë ndonjëherë. Ishme gjë shumë të vora ata që duhet ta mbajnë. Po sepse tifo grupet i kanë shpërbërë këta, prandaj ndodh kjo. Kurse në vendet e tjera të heqin Taçi, të dha një përgjigje therëse Skerdi. Po si nuk gjova. Ishte therëse fare. Po thuaj, s'ka problem. Thuaj. Po është jam atë. Po jo më thuaj ti, si ti po thuaj. Sepse, okay, mua më vjen mirë që s'ka huliganizëm, normalisht nuk ka pasur, as më parë, as nuk, po në nivele të larta, flaset. Ka pas, po shumë pak, sepse kemi parë për shembull ndeshje Kuksi me para 5-6 viteve ka pasur që janë zënë, domethënë, ose janë
para stadiumit Qemal Stafa atëherë, po desha të them që nuk ka se pse këta i kanë shpërbër tifogrupet. Madje s'u japin as bileta më, nuk ju intereson më nuk ju intereson më, po themi, mbështetja e tifogrupeve. Kjo është shumë e gabuar, sepse kjo është thik, ja ta them unë Lundra, të lutem mos ndërprek këtu. Është thik mbas shpinën mbas kësaj gjëje. Sepse në momentet kur kombëtarja ka qenë ditët më të vështira, kur s'vende asnjëri, as ne gazetarët nuk venim ta shikonim pse na me nderna e shpifte. Ne kemi krenari të shkojmë, edhe kemi krenari që ata përfaqësojnë ne. Për lojën ka qenë rezultate katastrofike, nuk vende askush dhe tifogrupet, tifoz kuqezi, zhvarcerat, ballistet e tokës, të gjithë me plisat, gjithë po ti marrin tifogrupet, organizoheshin nga manë mban botës dhe vinin mbështesnin kombëtaren si askush tjetër, mbështesnin kombëtaren, s'vinin as politikanë tan këta mjeshtrat që vend tani dhe mburren me kombëtaren, atëherë nuk vinin as ti shikonin se nuk përfitonin dot as politikisht, atëherë e donin mbështetjen e këtyre. Kurse tani që kombëtari është, po themi, i ringritur, okay, është e vërtetë, është i ringritur, performon mirë deri në far niveli, mbas 2016 që erdhi Debiazi, që ishim në Europian. Këta nuk e kanë më nevojën e këtyre. As përpara, sepse ne jemi bërë dhe, po themi, sipas këtyre, një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë ekonomi goxha të mirë për shkak të shumë arsyeve dhe veni blenë ato biletat na 200, na 300, ku di unë, këto biletat katastrofike që i çojnë këta zotrinj dhe federatës dhe po themi ata që bëjnë politikat. Sa ishte bileta më shtrenjtë? 300.000 lekë te VIP-i. Te VIP-i. 300.000 lekë, po. Po bileta me ulët? Me ulët ishte 30.000 lekë të vjetra. Pjesa mbas sportit. 20.000 lekë. 30. 30, po. 30. Pra, kjo është tik mbas shpinën mbas atyre. Merre në çdo kampionat të botës, në çdo kampionat, ket Ultrasit e Juves, ket Interit, e ket gjithë me radhë kanë vendet e tyre, kanë abonimet e tyre vjetore dhe shkojnë i kanë apostafat. Këta çfarë frikë kishin te tifozë, sepse këta i kanë kontrolluar totalisht. Kanë bërë 5 domethënë gardhin për reagimi mund të ishte prafyrje të kësaj natyre, sa i mund të pas një lloj kështu sendi të rënd, por në stadium. Po mirë, më fal, ata kanë përfaqësi. Nuk negocion do ti me përfaqësinë. Nuk e bën të tifozë. E bëjnë gjithë të. Tifozë e bëjnë gjithë me të. Mjaftot një orë filloi një fyrje. Shoqërohet edhe. Me tifogrupet ishte thik mbas shpinës sepse nuk është herë e parë që ndodhet, është herë disa. Nuk i kemi mënë ato tani. Ishte dhe orientime, pra nuk kanë qenë kaq e lehtë që ta merrte federata këtë lloj vendi. Largojmë këto sepse rëndësi dhe për FIFA ishte të mbaronte një ndeshje pa probleme. Po mirë, William shumë dakord. Tifozi nuk e. Po mirë mos jem, po më fal. Pse di Interi kur apo Juve apo Milani apo Lazio? Pse pra? Kanë tifogrupet e tyre dhe kanë abonimet e tyre. Ti këta pse nuk në një ndeshje shumë madhore? Okej, kjo që thoni ju është specifike, okej. Ka një farë të drejtë, por në tërësi nuk duhet ta bëni. Tifozi mbetet tifoz, orientimet ishin të shkojnë familje, njerëz, që mos ta krijojnë probleme. Ata kanë jetë aty më burr. Jam shumë dakord. Në një fyrje, në një fyrje që mund të ishte një fyrje kolektive, ndalohet loja dhe problemet janë mallore. Kështu që të ndalon dot. Negocio me sa negociimi janë bërë. Ti ke atëre këta kanë hequr biletat e dedikuara për këtë tifogrupe dhe për tifogrupe të tjera. Për një kohë shumë gjatë kanë hequr. S'është normale, por për këtë takim kishte specifikat veçanta dhe në fundit tani që bëjmë bilancë, sigurisht kritikohet kjo, por në fund u mbyll një ndeshje. Në fund rroft partinë verë, dhe rroft federata dhe rroft. Nuk mund të bëjmë dot krahasim, por ishte e veçantë kjo. Okej, tani vim te pjesa, nesër kemi prapë ndeshje. Si pra shikon? Unë gjykoj që nesër do marrim rezultat pozitiv. Nuk do të humbasim. Do fitojmë. Nuk dua të humbasim. Po ore çfarë barazim ore? Prit. Nuk dua të humbasim. Po ne po barazuam ikën. Jo. Nuk dua të humbasim sepse më mirë një pikë. Shiko, jemi në nesër barazim. Prit. Nëse nuk fiton nesër jemi në transfer. Ndeshje jo në fushën tonë atje. Po pse ti kujton se edhe Serbia do ketë kollaj atje që të fitojë? Ore ti ne duhet fitojmë nesër patjetër çfarë. Kjo është kjo ku ma gjen këtë. Ore se kështu the edhe në parë për Serbinë. Po dalim barazim se jemi në rregull. Me Serbinë këtu kemi shanse, mundësia për ta fituar takimin, por i referohem edhe kësaj që prap një barazim nuk do të ishte dramë. Nuk do të ishte dramë. Nesër? Po, absolutisht po. Jo, këtu ma këputesh. Skerdi? Unë normalisht si shqiptar do dua shumë që ta fitojnë ndeshjen. Unë mendoj që nuk është e pamundur fitoria atje. Unë mendoj që mbi 60% i kemi shanset ne për ta fituar atë takim. Letonia është një ekip
nën mesatar, nuk është një ekip modest. Dhe për ta vazhduar të skenë. Nuk është ne jemi më lart në kualitet, në organizim. 3 pikë në dorën ka Letonia? Po. Sepse unë për ta mbështetur, ne vime një në anë psikologjike më lartë, ke marrë një barazim me vlerë. Atëherë kur kemi dhe gjykoj që do jetë është element, do tentojmë ta fitojmë takimin. Dhe kam shpresë që Broja të jetë protagonist. Po. Lundra për nesër? I them Vilit që po doli nesha barazim, unë ti Veskedi rrasin një gjumë derisa të filloj kampionati botror, se nuk kemi më asnjë shans. Edhe unë mendoj se kemi shanse nëse barazim. Nëse barazojmë ne kemi shanse. Kemi 5 takime, domethënë bashkë me këtë. Kemi Serbin, iç ndeshjen me Anglinë këtu që është ndeshje. Ne do të jemi protagonistë të gjitha ndeshjet. Në Serbi do jemi protagonistë. Serbia do ketë shumë më të vështirë me ne se me gjithë tjerët, sepse nëse kemi më mundësira deri atëherë. Kemi se Serbin ti mendon do fitosh atje. Po tash pse dhe Serbia do të fitojë gjitha ndeshjet. Jo, do të fitojë, po. Ndeshja me Serbia ka probabilitet më të lartë se ne nëse ne barazojmë. Serbia do të ketë shumë të vështirë me ne. Padyshim. Lundra duhet bëjnë ndryshime nesër trajneri me Letonin? Jam i bindur se do bëj ndryshime. Çfarë për shembull? Nesër do bëj ndryshime. Besoj që një ide është, Daku mund ta fillojë që nga minuta e parë ndeshjen. Besoj që të kërkoj ndjes se ka dalë një deklaratë e Federatës Serbe, e cila thotë ka një reagim për gjithë ndeshjen. Dhe thotë falenderojnë Federatën Shqiptare dhe Armando Dukën për pritjen, theksojnë se sjellja e tifozëve shqiptar ishte e shëmtuar. Përpara të vërtetës së shëmtuar me të cilën u përballën lojtarët tanë në fushë, dëshirojmë të theksojmë faktin se gjithë ekspedita e Federatës së Futbollit të Serbisë, që nga minuta e parë deri në minutën e fundit të qëndrimit të tyre në kryeqytetin shqiptar, u pritën jashtëzakonisht mirë nga Federata e Futbollit të Shqipërisë dhe presidenti i saj Armand Duka, që nga pritja në aeroport deri në nisje nga Tirana u treguan respekt për ne. Fatkeqësisht skena nga tribunat që bota e futbollit nuk do të donte të shinte, skena që UEFA i ka luftuar për vitesh përmes organeve dhe rregullorëve të saj, ka ndodhur një njollë të madhe në lidhje me sjelljen e tifozëve. Shoqata e futbollit të Serbisë dënon fuqimisht shpërthimet politike të urrëties përmes formave të ndryshme të provokimeve dhe thirrjet nga organizata terroriste. Kur fjalët nuk mjaftonin, lojtarët tanë të futbollit u kërcënuan edhe fizikisht. Moneda, gota dhe shishe fluturuan nga tribunat, gjyqtari italian ndërpreu ndeshjen në disa raste dhe spikeri zyrtar bëri gjithashtu njoftimin e tij për të gjitha rezultate. Kjo situatë filloi me fshkullima dhe vazhduan me brojëritje që jo vetëm shkelin frymën e sportivitetit dhe atmosferën e lojës, po gjithashtu kërcënojnë drejt për drejt parimet e respektit dhe tolerancën ndërkombëtare që futbolli supozohet të promovojë. Duke falendëruar Federatën e Futbollit të Shqipërisë për mikpritjen e ngrohtë gjatë qëndrimit tonë në Tiranë, dënojmë gjithçka që mund të dëgjojë dhe shihej nga tribuna e stadiumit kombëtar. Së fundmi do donim të trajtonim tekstet që u japin një kontekst negativ deklaratave nga konferenca për shtypje trajnerit Dragan Stojkovic, të cilit bie ndesh me atë që ai tha. Si trajneri i ekipit kombëtar serb, fokusi im gjatë ndeshjes ishte ekskluzivisht në fushë të lojtarët, taktika dhe rezultati. E vlerësova atmosferën në stadium në kontekstin e atmosferës sportive, tribunave të plota dhe mbështetjes për ekipin kombëtar, gjë që është gjithmonë e mirëpritur për futbollin si lojë. Megjithatë është normale që në atë moment nuk regjistrova plotësisht të gjitha mesazhet skandaloze dhe ofenduese që erdhën nga tribunat, të cilat më vonë u regjistruan dhe u komentuan në media. Dua të dënoj qartë dhe pamdyshëm çdo brohoritje që fyen popullin serb dhe ekipin kombëtar serb apo çdo tjetër. Fenomene të tilla nuk kanë vend në fusha sportive. Është absurde që dikush të akuzojë Dragan Stojkovic që për mbështetje të ekstremistëve dhe lavdërim të urrëties ndaj popullit ton. Unë kam dëshmuar patriotizmin dhe ndjenjën time të përkatësisë ndaj popullit tim shumë herë, si gjatë karrierës time si lojtar ashtu dhe si trajner. Tha trajneri i ekipit ton kombëtar. Tani, këta mirë që bëjnë një lloj, po themi, falënderimi për federatën, po si nuk bën një deklaratë këta për atë që ndodhi në 2014-ën. Kjo më shqetëson mua. Se kjo është shumë si nata me ditën. Komenti yt u Vilnier? Ja, befason me këtë sepse nuk as mund ta pranoj dhe për çfarë flasim? Dhe sa i gjatë ishte? Shumë i gjatë. Shumë i gjatë. Ka sqaruar dhe trajneri. Treqeregu për Moskva. Do tani bie që Stojkovicin e paska futur. Absolutisht, në dhëm gazi. Absolutisht. Në dhëm gazi e paska futur. Asgjë nuk ishte nga këto që thonë. Falenderoj Federatën, por jemi kundër tifozëve. Kjo ka qenë ndeshja më fair që ka ndodhur ndonjëherë. Mos e vërtet. Ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Ndeshja më fair play, kjo ka qenë.
për ne disa ndoshta nuk u vjen mirë, Lundra? por shqiptarët treguan qytetari, treguan respekt, treguan fair play në fushë, dhe ato sharje ishin sporadike dhe ato sharje ishin shumë më të vogla se sa çfarë na kanë bërë neve në Serbi. Që tani ne nuk dua ajo normal. Kjo është deklaratë justifikuese për rezultatin e tyre. Vrite shqiptarin. Këta nuk bënin deklaratë, tani këta bënin deklaratë, po disa. Madje federata ajo që tha më parë, nuk ka pranuar tifogrupet për shkak të për të eliminuar këto lloj gjërash dhe këta tani dalin me këtë deklaratë, sepse këta mbrojnë domethënë rezultati që ata morën në Shqipëri ishte jo i pritshëm për ta, ose ndoshta i mirë deri diku, por jo i pritshëm sepse mendonin që ne jemi Serbia, ne do fitojmë gjitha me radhë, duke dominuar kombëtarja jonë, duke dominuar edhe në lojë, edhe në gjitha këto aspekte të tjera që ata prisnin që të ndodhin, ata prisnin që të ndodhin këto aspekte dhe dalin këtu tani mbrojnë rezultatin dhe mbrojnë trajnerin. Lundra. Ja, po problemi është Federata Serbe e Futbollit ka bërë këtë deklaratë. Që i të marrësh si deklaratë të Federatës Serbe për të mbrojtur veten e saj. Asgjë nga ato që deklaruan serbët, madje muhabitën me gjitha i lavdërim për Federatën Shqiptare e Futbollit që pas ka pritur mirë etj. Nuk të pret keqje në Shqipëri, sidomos instancat e larta zyrtare, të presin jo mirë, por të presin jashtëzakonisht mirë, ashtu si kundër Federatën tonë, ku shkon në Serbi e presin mjaft mirë. Pjesa tjetër pastaj është thjesht diçka për mua krejtësisht absurde, pra që një federat të merret se çfarë bëjnë tifozët, që urreheshin etj, por mos kishte asnjë lloj vere. E rëndësishme ishte që 90 minuta në fushën e stadiumit e Albania, por se e that pak më parë 90 minuta dhe vazhdoi të mbulio, janë rreth 4 orë menaxhim ose dhe më shumë që i kanë bërë policia e shtetit, organet ligjvërtuese i kanë bërë menaxhim kësaj ndeshje dhe për mendimin tim ishte perfekt. Nuk kishin ne asnjë lloj mundësie të lejonin qoftë edhe një grup ekstremist i cili të bënte një diçka. Fraza ta që është shumë e rëndë, fraza është grupe terroriste shkruan aty. Me lema që të Serbi... Jo, deklarata Federatës Serbe. Ku ishin këta terroristë? Është absurditet. Madje, Landi, unë desha... Ja po dalu presidenti Federatës Shqiptare, se grupet terroriste serbe bën këtë, ose grupet Erdi Camorra apo Drangheta... Ore tifo grupet për këtë arsye joqen. Për këtë arsye si land vini stadium. Ka tjera të cilat e vlerësojnë një gjë të tillë. Ka organe të tjera që e vlerësojnë. Është FIFA, është bashkuesi i këtij. Ja këtë desha të thonë edhe unë. Ka filmime, ka gjë. Ka filmime, ka vetë raporti delegatit. Mediat serbe kanë bërë vetëm një vlerësim që vajzat tifozë në stadium, vajzat shqiptare tifozë në stadium ishin shumë të bukura. Në fakt i kanë më të bukura vajzat ata se ne. Kjo është e vërtetë. I kanë ata më të bukura? Ata më të bukura, po. Jo, ata kanë thënë që i kanë shqiptarë. Po lërë që thonë ata, ne kemi, ata i kanë më të bukura se tonat. Ja, ata kanë më të bukura, po ti po e vazhdove me këtë fjalim që bëmë tani, që diku ku shkon, po të mbetemi se si e kanë përcaktuar ata. Megjithatë, unë habitem se si kjo deklarat është bërë, duke justifikuar një, trajnerin e tyre, 2, lavdërimet më dha FSHF-s, dhe ndarja e tifozëve nga FSHF-ja është tipike kështu serbe e pistë. Është kështu? Përcaktove më mirë se e përcaktove. E pistë. Ndarja e tifozëve nga federata. Do të na fusin sherr kështu. Janë tipik, e pista nise. Ore ne çado mund t'i bëjmë kritika federatës, por ajo është federata jonë. Bravo, ja, absolutisht. Është federata jonë tani. Fernandi ke parë një politikan në politikë paseti. Gjithë politika e pisët është, dhe nuk është deklaratë sportive, deklaratë politike që ka bërë. Ti thuaj që sikur e ka bërë Aleksandar Vučić. Urdhëro? Sikur e ka bërë Aleksandar Vučić. Normale, edhe ai mund ta ketë shkruar. I gjetëm titullin, i gjetëm. Domethënë, deklarata e Federatës Serbe sikur e ka bërë presidenti Aleksandar Vučić. E gjete shumë bukur një deklaratë Atë kjo do bjeri poshtë e gjitha kur do dal relacioni i UEFA-s në lidhje me ndeshjen. Do dal relacioni, do delegati ndeshjes ka marrë gjitha shënimet dhe kur të zbardhet Uvilje di më mirë se mua. Si funksionon Uvilje? Ti na shpjegoj. Bravo, dhe ai do të bien poshtë gjitha. Çon informacion të dy federatave për gjithçka.
U çohet. Po absolutisht. Do na ndihmosh që ta publikojmë tu në dritare? Publikisht më tepër dalin ndëshkimet me financiare për këtë gjë, federata dënohet se u hollën 5 shishe, por problemet e këtyre jo përkundërzi mbahen por që informacioni shkon për gjithë. Dhe informacioni unë gjykoj që është niveli të mirë. Pra gjithçka ka qenë vogla dhe FIFA këtu dërgoi, FIFA them sepse ka qenë eliminatorët e botrorit, nuk është UEFA këtë rast, FIFA që organizon. Bravo. Dhe kanë qenë dy vëzhgues të një zviceran, një holandez, pra kanë qenë niveleve të larta dhe me eksperiencë, kështu që por sot gjithçka është e filmuar, gjithçka është e dokumentuar. Ajo është bërë virale, ajo aty sigur e kanë qelluar me sniper atë. Ajo që atë në kokë. Ai rreziku e diku rreziku është tek to dhe ai detaj për të mos u kthyer atij UÇK-ja, se mjafton një moment që lojtari serb thotë, shikoj se si kushta provokon për të provokuar, loja do të ndalojë. Çdo ndalesë është e ligjshme më. Jo, nuk e di sepse shumë dakord jam me ty, por mjafton të kemi një pretekst për të ndaluar loja. Një pa krijon probleme, vin dënime, ndëshkime me radhë. Dhe që kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi sepse ato pastaj janë me probleme ndalesat e lojave. Arbitri. Okej, jemi në fund, një pyetje për të tre. Sa janë shanset për të shkuar në botror, Taçi? 1%. Po ç'a thua? Më bëre të them tani na kpute në mes, ç'a thua? Edhe po dolëm në vend të dytë, do kemi prapë ndeshje tjera kualifikuse. Jo. Atëre, mirë, unë do ta riformuloja pyetjen. Sa janë shanset që dalin vend dytë? 50%. Pa se nga një tani shumë o burr, nga një 50 e çove. Jo, mendoj Taçi e ngatëroi tha për të shkuar botror. Po mirë, më dakord, po vjen në play-off. Flas për vendin e dytë. Edhe unë kështu e kuptova për vendin e dytë. Edhe unë jam 50 me 50. 50 po bravo. Ti? Unë jam, nëse Silvinho do guxoj, jam 50 me 50 dhe unë. 50 me 50. Po. Okej. Nëse nesër ne fitojmë, ne jemi me një hap te play-off. Po, bravo, po. Taçi, nuk e di nëse ke diçka për të mbyllur? Asgjë më tepër, veç se ti uroj sukses sekondare. Po. Nesër në Letërliga. Po vit për të mbyllur? Për ta mbyllur. Sigurisht që uroj maksimalisht për nesër. Ndjekin në kontarin tonë kudo që të jetë. Okej, po. Unë sigurisht që uroj gjithçka për nesër të mirë, por kam një pyetje për ju. Po pyetje të bëj unë këtu? Jo, më lejo dhe mua. Kjo ndeshje me Serbin do jetë në 100 ndeshjet e famshme të ekipit. Apo jo. Pyetje e bukur. Po jo, do jetë 100 ndeshjet. Kjo është vitrinë. Ke cikliot, pra 100. Kjo është vitrinë. Harrova diçka, se të gjitha mediat janë marrë me atë të vitit 1900 në 67. Pavarësisht se kam pas stadium, kam qenë i pranisht. Ke qenë stadium? Kam qenë sepse ato janë 2 ndeshje të famshme me Gjermani, me Jugosllavinë. Po quhet ajo me Jugosllavinë, se Serbia, Jugoslavia, baza ajo ishte. Po shiko, kemi të bëjmë me një. Sa dolëm? Këtu kanë fituar 2-0 dhe 4-0 atje. Po ndeshja këtu ka qenë një ndeshje jashtëzakonisht e shumëprirur e tensionuar. Jugoslavia ka ardhur me ekipin më të madh të gjithë kohërave. Këtu, ëh? Nëse Jugoslavia ka pas lojtarin fituan ato. E fituan ato 2-0. Po. Ne s'kemi asnjë pikë me serbët. Me absolutisht. Edhe ndeshja nuk kemi. Pika e parë dje. Edhe ndeshja. Kemi luajtur ballkaniat, por ballkaniat flas në aktivitetet europiane zyrtare. Kjo është pika e parë. Kjo ishte e treta. Pika e parë. Pika e parë? Po pra, po dhe ndeshja e tretë. Ndeshja e tretë, po pika e parë do të thotë që kemi marrë me serbët. Por duke qenë që ato e kujtove. Pika e katërt, Gandi, është pika e katërt, po 3-0 në Serbi dhe 4-0. Po, ti zë atë në tavolinë, po, ke drejt, se 3-0 në Beograd e marrë me vendim gjykate. Ajo e 67-s, ajo ka qenë një ndeshje në parametra krejt tjera me radhë me Loro Boriçin, historirat pa para dhe që cili është futbollisti serb më i famshëm ka ardhur në Tiranë? Dragan Xhajić, lojtari më i madh i gjithë kohërave, erdhi këtu luajti edhe në Serbi ndeshjen në Beogradit dhe nuk mundi të çononte. Sa ata të tjerë ishin në Kroatë. Gjithë skuadra. Ata Shurja që ishin ata. Vjet Nurçin kam takuar kapitenin e ekipit Jugoslav që ka ardhur këtu në 67-ën dhe ishte interesant sepse i bënte pushimet në Shëngjin dhe nga i takim mbante mend Panajot Panon, një lojtar i jashtëzakonshëm, kapiteni i Serbi, i Jugosllavisë famshme që erdhi luajti këtu. Dhe i bën pushimet në Shëngjin? Në Shëngjin i bënte pushimet, pra dhe me një kujtesë pa parë, kujtoi Panajot Panon ndeshjet, sa ato kanë qenë 2 ndeshje shumë delikate. Dhe për ta mbyllur në Serbi, kemi luajtur në tetor, në maj është
është bërë ndeshja në Shqipëri, në tetor në Serbi, dhe ato kanë futur 10 topa në rrjet. Një ditë përpara se zhvilloi ndeshja, ku ne bëm stërvitje në Beograd, në stadiumin e Partizani Beogradit, vu 10 topa në rrjet. Për treguar që do t'ju bëjmë 10 gola. Wow. Dhe ky është një fakt, bravo, për të krijuar një presion të madh, jo tek lojtarët, dhe ndeshja ka dalë 4-0 me një gol të diskutueshëm, gol apo jo dhënë nga arbitri, dhe që në stadium ka 90 minuta veç dëgjuar një thirrje Enver Hoxha, sepse takimi ishte i mbushur kosovar, kosovar dhe në Beograd dhe në hotelin ku ka qenë i sistemuar ekipi shqiptar. Wow, ç'është kjo? Në hotelin ku ka qenë stadiumi bërtise Dhe në stadiumin ku ka qenë sistemuar ekipi shqiptar, ato 2 ditë të qëndrimit ton nuk ka patur një moment qetësie. Kosovar shqiptar që donin të shkonin, qëndronin, takonin futbollistët. Ka thënë Milaim Zekaja aty ku je ti, që erdhi në 88-ën ai që i dha ato karafilat e famshëm e Enverit aty. Po, bravo. Edhe u ktheva, tha, shëtita Shqipëri, dhe u ktheva, tha, në Kosovë, takova kosovarët, në Suedi ku ishte. E tha, Shqipëria ishte keq, po ata me zihanin buk, i thash. Edhe term më tha, ky është agenti UDB-s. Në fakt tha, unë erdha këtu dhe unë tha Enver Hoxha tha e kishte lënë keq Shqipërinë. Ore më tha mua ti je agenti UDB-s, më tha. Kështu që kjo që thua ti, unë e besoj tani. Kjo është atje dhe atje deri paketën, se tash më kujtohet se ja marr deri dhe paketën e cigares Partizan që Loro Boriçi pinte, ja kanë marrë njerëzit. Ma jep ta kem si relik, si kujtim, llogaritë në atë kohë ne shkonim, sportistët tanë shkonin me durxheba, as kishin mundësi të doronin asgjë. Bile edhe kputucët i dorzonin, i bënin. Dhe paketën e cigares, çdo gjë, shikosh një fotografi që është bërë ke hoteli, shumë emocionuese. Pra në këto lloje po dhe ndeshja këtu. Ky është muzeu Uvilzajmi. Nuk është gazetari dhe ish arbitri, po muzeu Uvilzajmi. Jam në pritje të 100 ndeshjeve të famshme. Dhe që me siguri për ta mbyllur fare. Unë do shpresoj shumë që nesër kombëtarja jonë të marrë 3 pikët. Janë 3 pikë të domosdoshme jetësore për ecurinë tonë kampionatin botror. Ju falenderoj me zëmër, ta çlundrat falenderoj shumë që ishe. Uvilzajmi, muzeu Uvilzajmi, kështu po të cilësoj. E përshëndes fanin. Falenderoj për skuadrën e Interit. Me Interin është problem tjetër pastaj po. Ky ishte Dekalog për sot nga unë Lan Qafoku, mirupafshim.